Jemi pikërisht me Alcid Tafilin, futbollistin e minjohur të vllaznisë në vite, por djali i figurës së madhe të gjykimit shqiptar, Hakim Tafili. Sot të përzgjedhohet kupa Hakim Tafilin në ndërim të babait tuaj, Alcid, pasyush është edhe posteri me të famshëm Hakim Tafili, patyshim emocione për ju dhe familjen tuaj. Patjetër Gasper, realisht nuk di se si të falenderoj edhe Bashkinë Shkodër, po dhe presidentin Axhaku për këtë organizim, se vit pas viti po kujtohet figura babait tim. Normalisht edhe për mua dhe për familjen time është një emocion shumë i madh. Të flas për figurën e babait tim, normalisht kanë folë garat e tija, çmimet që ka marrë, edhe mirënjohjet që ka marrë nga gjithë qyteti edhe nga tifozëria. Alcidun kam pas fatin e madh ta shijoj dhe ta jetoj karrierën sportive të Hakim Tafilit, dhe në këtë finish në Laçën Parrus ai gjithmonë mbrinte entuziast të triumfator, duke ndezur atmosferën, entuziazmin e tifozërisë shkodrane. Edhe ky postur prapa tregon lavdinë e tij. Dhe njerë i kthehem edhe kënaqësisë tuaj se jeni trashëgimtar i tij, natyrisht se ju kujtohen. Po patjetër Gasper. Sukseset e tij. Gjithmonë unë kam qenë i vogël, por gjithmonë ka folë për tifozërinë shkodrane, për ngjyrat kuqeblu, për emocione që ka pas kur garonte për të ngjyra. Edhe tani si po flas emocionohem, të drejtën, sepse ka kënë një pasion i madh. Ka pas një pasion për sportin, edhe mbasi e la normalisht a marr me aktivitetet e ciklizmit, a marr duke afruar ciklistave, se të kemi një vllazni si garon. Normalisht e ka pas një ëndër, nuk e arriti atë ëndër se ka pas për ciklizmin shqiptar edhe për vllaznin, por gjithsesi këto rikujtime për figurën e tij ne na emocionojnë dhe ju falenderojmë shumë. Alcid, ju zgjodhet futbollin ndryshe nga pasioni babait tuaj për ciklizmin, po ashtu dhe djali i vëllajtuaj, djali i Hakim Tafilit, Ensar Tafili, është përsëri pjesë e vllaznisë në futboll. Do kemi ndonjë trashëgimtar në sportin e ciklizmit nga familja e madhe Tafili? Po patjetër, sepse tani ne jemi edhe të shquar te pjesa e sportit, me kuptimin se çdo pjesëtar i familjes po merret me aktivitete sportive. Nuk e dim akoma, sepse atë do ja lëm kohës, po dëshira do ishte. Alcid, faleminderit. Gjithashtu faleminderit. Gjithashtu Gasper. Babain tuaj të madhen Hakim Tafili. Edhe ty të falenderoj shumë se gjithë të vite ke qenë afër edhe ke rikujtuar me intervista, me emrin tënd ka dalë edhe emri babait tim. Respekt.